natyrisht është adresuar në disa mënyra nëpërmjet bisedimeve, nëpërmjet sanksioneve, nëpërmjet rezolutave, dhe tashmë presidenti aktual ka realizuar duke konsideruar që pika në vim të bisedimeve, siç u raportua edhe në shumë media nga i dërguari special Stephen Witkoff, Irani tashmë është shprehur i pa hezitim dhe me synimin për të realizuar bombët të armët bërthamore, për të realizuar projektet për ambicioze për të raketave. Dhe në këtë moment, natyrisht gjithkush është i rrezikuar nëse Irani do të lejohet të vazhdojë në këtë drejtim. A është lufta, domethënë e vetmja mënyrë, shiko, të gjithë ne jemi kundër luftës, ose unë paktën në përgjithësi jam kategorik kundër luftës. Dhe nëse ky veprim është i drejtë apo jo, koha do ta tregojë, sepse ndonjëherë ndonjë ndërhyrje duhet për të evituar një katastrofë më të madhe. Thash koha do të vërtetojë. Por qëndrimi i Shqipërisë do të jetë pa hezitim në përkrahje të landë. Në rrjetën e kësaj që ju thoni, nëse nuk do të kishte eliminim të liderit suprem, zoti Khamenei, pra në këtë pikë, do të kishte një rrjet tjetër lufta që nënkupton deri në çuarjen e bisedimeve apo të pasurit një marrëveshje? Duke risjell këtë që ne tashmë e dim që po tentohet në një farë forme, paktën nga deklaratat e vetë presidentit amerikan Donald Trump, lidhur edhe me liderin e ri të sapo zgjedhur. Atëherë, kjo është një pyetje me vend e cila e ka vetë përgjigjen, sepse në drejtimin e liderit suprem Ayatollah Khomeinit, bisedimet dështuan. Dhe është ai faktori kryesor për dështimin e bisedimeve. Unë jam i bindur, thellësisht i bindur, për një gjë që, sepse duke njohur edhe mënyrën se si operon presidenti Trump, është padyshim ka një komunikim diplomatik, backstage që quhet, pra mbrapa skenave. Ky është gjëja më e sigurt që po ndodh tani, që unë jam i bindur se po ndodh. Është një bisedim i cili i intereson të gjitha palëve. I intereson, po marrim Amerikën sepse jemi në një situatë kur presidenti Trump nuk kërkon të bëjë, po bën një atë që quhen ai ndërhyrje dhe jo luftë, sepse ajo zgjatja e kësaj ndërhyrje do të kushtonte shumë Amerikës dhe vetë atij politikisht,